Para nisjes së sulmeve ushtarake amerikane dhe izraelite kundër Iranit, Turqia ruajti një fytyrë pokeri duke mohuar çdo veprim ushtarak të planifikuar dhe duke kërkuar qetësim rajonal. Presidenti Recep Tayyip Erdogan dhe qeveria e tij kanë ndërruar sulmet, madje duke shprehur trishtim për vdekjen e udhëheqësit suprem iranian Ali Khamenei, i cili u eliminua në orët e para të konfliktit. Ankaraja ka qenë kujdesshme për të mos u përfshirë direkt në operacionet me shubuhat, pavarësisht mbështetjes që disa aleat amerikan kanë treguar. Ky qendrim ka ndihmuar që Irani të mos synojë Turqinë siç ka bërë me disa shtete arabe. Megjithatë, Turqia po monitoron situatën me vigjilencë, duke përmendur shqetësime për sigurinë kombëtare dhe flukset migratore nga kufiri lindor me Iranin. Erdogan dhe ministri i jashtëm Hakan Fidan kanë zhvilluar një raund diplomacie telefonike me homolog rajonal duke kërkuar armëpushim dhe paralajmëruar për një unaz zjarri nëse konflikti përshkallëzohet. Ndërkohë, Turqia ka lejuar avionët e NATO-s për misione monitorimi ajror mbi pjesën lindore duke siguruar inteligjencë të hershme për lëvizjet ushtarake pa ndërhyrë direkt në luftime. Një nga rreziqet kryesore që mund ta detyrojë Ankaran për veprime ndërkufitare është aktiviteti i kurdëve iranian të Pjakut, të cilët më 22 shkurt krijuan një koalicion për çlirimin e Kurdistanit lindor. Turqia e sheh këtë si një kërcënim për kufirin e saj lindor, duke konsideruar një mundësi për krijimin e një korridori terrorist të ngjashëm me zonat e kontrolluara nga kurdët në Siri. Nëse Pjak intensifikon sulmet ndaj Teheranit, Turqia mund nisë operacione ndërkufitare duke justifikuar veprimet si mbrojtje kundër terrorizmit. Historikisht Ankaraja ka treguar gatishmëri për ndërhyrje jashtë kufive. Ndërhyrjet në Sirim veriore midis 2016-2019 dhe sulmet ndaj Pjakut në 2020 dhe 2022 tregojnë një qasje të drejtë për drejtë ndaj kërcënimeve kurde. Mediat turke diskutojnë dy skenar kryesor: krijimin e strehimoreve kufitare për krizën e refugjatëve dhe një zonë tampon brenda Iranit në rast të rrëzimit të regjimit. Megjithatë, madhësia e aktivitetit kurd do të përcaktojë nëse Ankaraja do të ndërhyjë ushtarakisht. Sidoqoftë, zgjedhjet e ardhshme në Turqi rreth 2 vjet larg e frenojnë një vendosje të gjerë ushtarake. Presidenti Erdogan ka interes që të mos kompromentojë stabilitetin politik dhe të ruajë avantazhin elektoral të AKP-s, duke balancuar nevojën për siguri rajonale me stabilitetin brenda vendit. Për momentin, Turqia vazhdon të kombinojë retorikën, monitorimin ajror dhe diplomacinë për të ruajtur fleksibilitetin strategjik, duke qëndruar vigjilente ndaj çdo zhvillimi në Iran.